Kandidatët që kanë konkuruar për gjykatës në Strasburg do të intervistohen të hënën më 20 tetor dhe intervista e tyre do të zhvillohet në gjuhën angleze dhe frenge. Komisioni për zgjedhje të kandidatëve të Maqedonisë së Veriut për gjykatës në Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut në Strasburg, intervistimet do t'i kryejnë në hapësirat e gjykatës kushtetuese në Shkup. Në mesin e kandidatëve që janë thirrur për intervistim janë ish gjykatës dhe gjykatës aktual, profesor universitar dhe avokat, ndërsa prej tyre janë edhe 2 shqiptar. Bëhet fjalë për 11 kandidatët: Ola Ristova, Toni Menkinovski, Natasha Gaber, Jordan Apostolski, Aleksandar Dashtevski, Ali Aliu, Iliri Seni, Jelena Ristic, Sasho Georgievski, Natasha Boshkova dhe Ana Dangova-Hug. Për shkak të rritjes së transparencës në procesin për zgjedhje të kandidatëve për gjykatës në Strasburg, komisioni vendosi që intervistimi të realizohet para vazhguesve të pavarur. Janë thirrur përfaqësues të organizatave jo qeveritare, koalicionit të gjithë për gjykim të drejtë dhe shoqata e juristëve të rinj të Maqedonisë. Komisioni për përzgjedhjen e kandidatëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut për gjykatës në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njeriut në Strasburg, në seancën e dytë që u mbajt më 8 tetor, përcaktoi listën e kandidatëve që do të ftohen në intervistë. Mandati 9-vjeçar i gjykatësit aktual të Maqedonisë së Veriut, Jovan Ilievskit, do të përfundojë në shkurt të vitit 2026.